Ekonomia dhe shoqëria në qytetin dhe fshatin mesatar arbror. Në mesjet, ulësira perëndimore është quajtur fusha ilirike. Si shikojmë në një harta, kemi qytete që na vinë që nga antikiteti, pra kanë vazhdimsi, si Shkodra, Ulqini, Durrësi, Berati, por krijohen dhe qytete të tjerë të rinj në shekujt 9-11, si Drishti, Sarda, Prizren, Dibra, Kruja, Vlora, Himara, Glavenica, Vallësh e të tjerë. Komunat janë qyteti me rrethinat rreth. Statutet janë privilegje të shkruara, pra rregulla. Pra, qyteti me rrethinat njihet me emrin komunë në sjell. Kurse statutet janë rregullore, janë privilegje të shkruara. Të kesh rregullore, të kesh ligje, të kesh rregulla, jenë në një stad më të lartë zhvillimi. Qytetet fillimisht ishin qendra administrativo-ushtarake kishtare, pra diçka lidhur me administrimin, por jo me ekonominë. Më pas u bën qendra zyrtare dhe tregtare, pra kemi një lulëzim ekonomik. Pra thamë që u kthyen në qytete zyrtare tregtare. Çfarë prodhoheshin? Përpunohesh metali, guri, druri, lesh e të tjerë. Prodhoheshin në përfshatra produkte të ndryshme ushqimore. Zyrtarët, ata që merreshin me përpunimin e një produkti, ishin të bashkuar në korporata. Korporata ishin zyrtarë të njëjtit lloj. Pra ata që prodhonin metalet, përbanin korporatën e metal punuese, ose llamarin punuese, gurin, gur punuese, pra ishin korporata. Ishin private apo vareshin nga shteti. Nuk ishin si në perëndim që ishin private, ato vareshin nga shteti. Shteti u merrte atyre një sasi prodhimi. Cili ishte pronari suprem i tokës në fshat, por në qytet? Perandori apo pronjarët? Pronjarët janë feudalët të cilët kanë marrë një tokë nga perandori dhe janë detyruar të pagojnë taksa si dhe të çojnë të japin ushtar në kohë lufte me shpenzimet e tyre. Pra, pronar suprem i tokës është perandori. Shikojmë zejet e ndryshëm, kryesisht ne shikojmë në përpunimin e metalit. Metali nxehet, goditesh, jepesh forma që duhej për të kthyer në një produkt përfundimtar. Në Bregdet, zejet kryesore ishin ndërtimi i anijeve dhe nxirja e krypës. Krypa nxirret duke avulluar ujin nga uji i detit dhe në fund ngelej krypa, si dhe përpunimi i metalit. Qytetet shqiptare në mesjet, popullsia ndahej në fisnik dhe popullor. Fisnikët ishin paria e lartë, më të pasur, të cilët kishin funksione të larta, qoftë në administrat apo ishin drejtues të lartë ekonomik, pra të pasur. Qytetet me rrethin në thamë përbënin komunën, ato kishin statutet, pra rregulloren, vulën dhe monedën. Qytetet i ndanë në qytetet të trashëguara nga antikiteti dhe qendra të reja qytetare pra qytetet të rinj. Funksiononin fillimisht si qendra administrative, ushtarake dhe kishtare, por më vonë u bën qendra zyrtare, korporate, qendra tregtare. Ata njihin autoritetin e perandorit apo mbretin në rast pushtimesh. Drejtoheshin nga këshilli i fisnikëve. Ky këshill të fisnikëve zgjidhte të parin e qytetit ose kontin. Në disa qytete kishte 2 këshilla, të ngjashëm me parlamentin me 2 dhomë. Kjo tregon akoma më shumë zhvillim. Banorët paguonin detyrime, pra taksa si taksën e shtëpisë, taksën e tregut, dhurata dhe disa shërbime të tjera në qytet. Taks për mirëmbajtjen e mureve të qytetit e të tjerë. Statute pra rregullore kishin Durrësi, Shkodra, Ulqini, Drishti,
pra tregojnë një zhvillim më të madh. Durrësi në shekujt e 9 deri në 11 kishin 25.000 banor, ishte qyteti më i madh. Të mendojmë që 25.000 banor nuk ishte pak në atë kohë kur numri i popullsisë ishte shumë i vogël se sot. Në Durrës, 2 ushtarak, pra magjistra, mbanin rendin. Pra mjaftonin 2 ushtarak që të mbanin rendin. Durrësi ishte qendër e themës së Durrësit, por kishte Beratin si qendër të despotatit, pra në aspektin fetar, Berati ishte qendra, kurse Durrësi ishte në aspektin politik dhe ekonomik si qendra e themës së Durrësit. Fshati arbror, fshatarët jetonin në kasolle, kryesisht prej druri ose guri, të mbulura më të shumtën e rasteve me kasht. Në qytetin arbror, fshatarët shkëmbenin produktet tyre bujësore dhe bliktorale me produkte zejtare që prodhonin zejtarët në qytete. Qyteti thamë drejtohej nga Këshilli Fisnikëve, i cili zgjidhte kontin, pra të parin e qytetit. Fisnikët, që ishin më të pasur, apo drejtues të institucioneve, mbanin titullin zot. Do thotë një titull i lartë që tregonte që ishte fisnik, që ishte një drejtues i një institucioni apo i një tregu apo një zeje të madhe e të tjerë. Tu kemi një foto të fisnikëve arbror. Fshati arbror ishte në marrëdhënie feudale, pra feudi një pronë e cila ishte e kushtëzuar. Feudi drejtohej nga feudali, pra një person më i pasur. Kategoria pronave ishte e kushtëzuar dhe pa kushtëzuar. E kushtëzuar njihesh me emrin stratiotika dhe pronja. Pronjën e drejtonte pronjari, pra feudali. Ishte tokë e kushtëzuar me kusht që feudali të çonte ushtar dhe t'i mbante me të ardhurat e tij. Edhe stratiotika ishte pronë e cilën e kishin fshatarët dhe ata kishin kushtin që të paraqiteshin si ushtarë në kohë lufte. Pra prona e feudalit, prona e fshatarit. E pa kushtëzuar ishte bashtina, territoria dhe tokat e institucioneve fetare. Do t'i shohim pak më me imësi. Në krahinat e brendshme, kryesisht malore, u rujt bashkësia dhe fshatarët e lirë. Kemi diferencim ekonomik në fshat, të fuqishmit të mëdhenj dhe fshatarët pra paritët. Nga bashkësi fshatare ndodh diferencimi ekonomik dhe dalin në pa 2 tipe të drejtimit të fshatit. Feudalët, cilët ishin pronarë të mëdhenj, dhe fshatarët, të cilët kishin pak ose as pak tokë, pra punonin si punëtorë. Tokat. Stratiotika, pronë toksore shtetërore e kushtëzuar me detyrim ushtarak. Ai që përdorte ose zotëronte ishte stratiotik, fshatar, i cili ishte ushtar në lufte. Pronja, pronë toksore shtetërore e kushtëzuar me detyrim ushtarak. Drejtohej nga pronjari, që ishte feudali, zotërues toke, ushtarak në lufte. Asnjë nga këto pronat nuk ishin prona drejt për drejt private, por e punoje me detyrimin që ti duhet ishe i bindur ndaj senjorit, ndaj zotërisë, pra ndaj shtetit, ndaj perandorit. Pra, kjo ishin pronë të cilët nuk ta merrte askush në rast se ti ishe i rregullt me kushtet që ishin vendosur. Bashtina ishte pronë toksore private fshatare. Pra kemi dhe tipet të vogla të pronave që zënin 1% të vogël. Bashtinari, fshatari, pronari tokës. To janë prona private. Territoria pronë toksore private jashtë qytetit, ose rreth rrotull të i kuptohet. Pronarët ishin fisnikët e qytetit, pronarë toke. Tokat e institucione fetare, pronë toksore private. Kleriku ishte pronar toke. Pra, këto sipërfaqe toksore të cilët janë me ngjyrë të verdhë sfondin, ishin private, kurse këto me ngjyrë të kaltër ishin të
pronarit më të mëdhenj, më të madh, i cili ishte sundimtari kryesor i atij territori, i cili ishte perandori.